Televizionit Syri nga nesër do t'i shtohet një program i ri dedikuar më të vegjëlve. Bëhet fjalë për emisionin Të vegjëlit të Gjakovës, me autore dhe moderatore Arsa Saracini, i cili synon të sjellë në ekran botën e fëmijëve të komunës së Gjakovës. Ky emision do të përfshijë fillimisht të gjitha lokacionet e institucionit parashkollor Ganimetet Tërbeshi, duke ju dhënë hapësirë fëmijëve që të shprehin talentin, kreativitetin dhe energjinë e tyre përmes aktiviteteve të ndryshme, edukative dhe argëtuese. Të vegjëlit e Gjakovës pritet të jenë një dritare e veçantë për prindërit dhe komunitetin, për të parë nga afër zhvillimin dhe përkushtimin e edukatorëve dhe stafit në institucion ndaj më të vegjëlve. Emisioni mund ta ndiqni çdo të premte duke filluar nga ora 17:30 në ekranin e televizionit Syri, si dhe në rrjetet sociale.